Përshëndetje, me që jam në rreshent Mirditës me kënd tjetër me Zefin, i cili na ka ftu në kuvendin e Mirditës të shqiptarisë të zemrës së Shqipnisë natyrale. Zef, falenderit për thirrjen që na i ke bën neve, ne erdhëm, falenderit edhe për kuvendor që ishin ka gjitha trevat e shqiptarisë. Një përshëndetje për miqtë në Facebook. Ju falenderoj të gjithëve ju që na keni ndjek dhe do të na ndiqni në rrugën e ardhshme, sepse kuvendi nuk marrën sot. Kuvendi jonë do ta ketë shtrirjen edhe mbar kombëtare. Ne e bëm në zemër të Mirditës, duke ditë që Mirdita është gjithmonë krenaria e tanë trojeve shqiptare, se Mirdita ka qenë shtet edhe kur s'kim pas shtet. Mirdita nuk është dorëzuar asnjëherë asnjë armiku, as të jashtëm as brendshëm. Bile komunizmi e ka luftuar 8-9 vjet mbasi hyri në Shqipëri, okupoi Mirditën, po jo gjithë mirditorët, kuptohet. E ka marrë si sipërfaqe, po njerëzit tu ishin patriotë. Të pushkatumit, të dënumit në Mirditë janë më të shumtë të gjithë në trojet shqiptare. Kështu që falenderoj Tim Shkupin me gjithë stafin që erdhi. Së shpejti do të jemi edhe në Shkup të përqejmë fjalën e lirë shqiptarëve, fjalën patriotike dhe pse jo edhe bashkimin e shpejt kombëtar. Falenderit, me që përshëndesmi nga zemra e Shqipërisë natyrale. Faleminderit ju që erdhët. Shqiptar, jemi bashkë. Zanafilla është ajo që ju erdhët. Ne jemi ju. Ne erdhëm aty ku kemi kiblin, ku vetë rrotullohemi rreth Shqipërisë. Ju përshëndesim. Shumë faleminderit.